Mirëmëngjes. Thash ta bëm një koment shkurt për prejardhën e Partisë Socialiste edhe për krahasimin e saj me demokracitë botërore. Ti je diktator, do të thotë të vrasësh, të presësh, të burgosesh, të internosh. Fillimi. Partia Socialiste e Shqipërisë është Partia Komuniste Shqiptare, Partia Punë të Shqipërisë, u themelue prej serbit Miladin Popovicit e Dušan Mugurës. Vazhdimi. Kundërshtarët e Partisë Komuniste Shqiptare, Partisë Punës, Partisë Socialiste, u pushkatuan pa gjyqe, me gjyqet implikume veç prej partisë. Edhe deri në vitet 90, çdo kundërshtar i tij, domethënë prej diktaturës, u pushkatua. Atëherë kalojmë në vitet, domethënë të i numërojmë, po dash me çka i dim prej në fillim me Koçi Xoxhën, Nako Spiren, me burgosin e internimin e vrasjen burgjet e mira politikanëve, ish ministrave, ish zënës ministrave, ish familjes së Isa Bevlorës, që ngriti Ismail Bevlorës, që ngriti flamurin Vlorë, e me qindra intelektual shqiptar që u vranë e u pushkatuan deri në vitet 90-ta, të gjithë ata bashkëpunëtorë të Enverhoz që luftuan krah për krah, Enveri s'ka luftu, po ata që luftuan për çliterimin e Shqipërisë, e që kundërshtuan Enverin u pushkatuan. Me radhë, vite me radhë, çdo vit, në çdo kohë, çdo ditë ka pushkatuar një kundërshtar të vetin. Ku deri në vitet të 80-ta ka mbylli me kryeministrin e Shqipërisë, të asaj kohe me Çej, i cili e vrau sigurimin Enverhoz, thonë e vrau vetën në çashun. Pra, domethënë kjo është fillimi i partisë deri tash Partisë Socialiste. Në vitet 90-ta Ramiz Alia i krijoi, domethënë vitet 80-ta, ai që krijoi vrasjet e fundit, që i ndihmoi regjimit Enverhoz për të vrarë kundërshtarët, për të pushkatuar, për të burgosur, e pau që prandroi Rusia atje, pau që prandroi bolshevizmi, e u mundu të futë Shqipërinë në demokraci me mbikëqyrjen e tij, po s'arriti. U formu Partia Demokratike nga një student, nga populli i varfër. Çfarë bani Partia Demokratike? Shikoni pra, najti mori pushtetin 92-shin, ku që ta diktatore e rrëxuan, e shkyen, vjedhen magazinat, vjedhen pasuritë e popullit se ishin pushtet. Edhe ja dorëzuan Partisë Demokratike një pushtet pa kuadra, pa sen, se s'kishte në atë kohë shumë pak që mund të zgjedhshe, se të tonë ishin të implikuar në regjimin e Enverit. E Partia Demokratike nuk bani vllavrasje, nuk bani senve që mundu ta ngritë qeverinë. Qa u bo? Unë ngritën firmat piramidale në kohën në 94-95 prej UDB-s, prej KGB-s, prej ish sigurimit shqiptar, të gjithë bashk, janë ngritën firmat piramidale regjimit të Partisë Demokratike për ta rrëzuar. Po përvoja e ministrit të ekonomisë, ose po përvoja e këshilltarëve të presidentit asaj kohe, nuk mujtë të arritën ta kapin atë varrezë të madhe që i po i bojnë Shqipënisë. Me skenarët, me regjizorët e Partisë Socialiste, me regjizorët e ish sigurimsave të gjithë, me UDB-n e me KGB-n. Pse thoni kjo? Kjo është mos e vërtet, sepse në vitet 90-ta Ramiz Alia hapi gjithçka për Shqipërinë. U hap, edhe në këtë kohë
sigurimet e vendeve që kishin interes për Shqipërinë erdhën për të vjedhë, për të grabitur shqiptarët. Se aty ku kishte rëmuja, vjedhnin ata. E kështu që prandoj gjithçka në 96-ën e çoi vendin, sigurimet e shtetit e çuan vendin në gatin luftë civile. Pjekuria e asaj kohe presidentit të asaj kohe, zotit Berisha, nuk e la vendin të shkallmonte, krijoi qeverinë e stabilitetit, u munduat të shunte bandat kriminale të cilët ekzistojnë edhe sot, me rrojt e tyne, me krerët e tyne, ekzistojnë edhe sot në Shqipëri, munduat të izolonte, të fuste në burg, po. Partia komuniste, enveriste, socialiste, partia e punës, kjo është e gjitha partia që sot komandon Edi diktatori, erdhë momenti edhe nuk e lan popullin e qetë, sepse dërshin pa tjetër pushtet. Shku në Vlorë atje me tregista, me bashkë disa intelektualë të Kosovës, që dikur kom pas shumë respekt për ta sheq, e tashti në këtë kohë kur është se 20 vjetë pushtet, 28 vjetë pushtet e Dirama, pa lviz për pushteti, pa lviz fare për pushteti, vinë Batonovici e një Berat Bushalov Karagjici, vinë e thonë se i duhet edhe i mandat. Sukur erdhen Miladini, në bashkë kum kujtovë se kum pa Miladin Popovicin, dushon më goshën, ka i thonë në vërhosh, ty duhet mandat i përhershëm, i kum pa një intervist, një bashkëbisedim ata ka thonë se Dirama si duhet edhe një mandat. Leta morin ata në shpinë e tyre Diramen, ti bojnë një zmet familjes tyne. Mos të luftojnë për me pru një diktatur të rënë në Shqipëri. Se një president që kalon 2 mandate, automatikisht ajo është autokrat. S'po thonë diktator, sukur ka Enveri, po autokrat. Po me gjasat që u ka bëjë Dirama, të gjithë shokët e vetë, antarët e partisë dhe njerëzit e tij po i varrosën në burgje, me qëllim për të nejnë pushtet, quhet diktator. Pra, nëse do mundojmë spionat, servilat, sigurimsat, edhe i herë të jepin pushtetit e Ramës, dini se Shqipëria nuk ka tjetër është diktaturë. Ta kalojmë mirë.